Bismillahirrahmanirrahim, vllazërit të nderuar, më bëni halal, dua t'ju drejtohemi gjithë dhe juve, pasi që kemi skamnor të shumt, jetima, çdo herë po kërkojnë nga ne, unë t'ju drejtohemi ju, kemi skamnor, kemi jetima në gjithë Kosovën, në Shqipëri, në Preshev, Bujanovac, Medvegjë, në Maqedoni, në Maltezi, që çdo herë kërkojnë ushqim, veshmbathje, strehim. Vllazërit të nderuar, nuk pendi veten mirë kur jetimi po kërkon bukë dhe nuk po ka mundësi për t'i dalë në ndihmë. Por ju kisha lut për hir të Zotit që të bashkëpunojmë së bashku dhe t'ju ushqejmë ata jetima, t'ju ushqejmë ata skamnor. Çdo herë pesheni edhe vetë se ku po shkon haku juaj, centi juaj. Vllazërit të nderuar, jetimat po na presin, dikush do të me u pri jetima, skamnorve. Për ndryshe, e janë dhe shkojmë së bashku, i vizitojmë dhe i dalim në ndihmë së bashku. Inshallah ma bëni halal, e lusë Allahun e gjithësisë që t'i furnizon me rrest hajrit ata jetima, ata skamnor, por edhe ne që kemi mundësi, Allah na ka dhënë pasuni të shumtë, që Allah na mundson që t'jepimi aq sa kemi mundësi. Ma bëni halal.